varsın. Kalbinde neler hissediyorsun? Kosova-Türkiye dostluğu her zaman daim ama sahada bir maç oynanacak. Final maçı. Türkiye'nin milli takımın savunma oyuncularını kafanda analiz ettin mi? Maçı oynadın mı? Teşekkür ederim. Përshëndetje për Vedatin. Unë jam Ibrahim Kërkajak prej TRT Turkia, televizionit Turqis, edhe deshta pyetjen për Vedatin si një lojtar me përvojë në këndeshje historike, sa jeni të përgatitur dhe a keni luajtur këtë lojë në krye? Përshëndetje, faleminderit për pyetje. Jam, thash edhe më herët se jam në kështu si emocionalisht, por njëna ndryshe se unë kam qenë 8 vjet atje, jam formu si futbollist atje, kam shumë respekt për shtetin e Turqisë, për ata lojtarë që kemi luajtur, kemi qenë edhe bashkëlojtarë edhe kundërshtar në shumë ndeshje, por nesër është ditë ndryshe, është ndeshje ndryshe, është çështje kombëtare, është çështje shteti, kështu që nesër në fushë, domethënë mrena vijave fair play, domethënë me kufizimit, unë do vazhdoj të respektoj kundërshtarët, po do e bëj çmos për me arrit fitoren si shtet edhe më kualifiku në Kupën e Botës. Tabii ki ben 8 sene Türkiye'de futbol oynadım. Çoğunluk hepsi benim arkadaşım. Fakat yarınki maç bambaşka bir şey. Milli duygularla milli maç. Yani fair play şeyde gitsin istiyorum maç. Elimizden her şeyi yapacağız. Hilmi Saray Anadolu Ajansı. Vedat, yarınki maç tabii ki bir final karşılaşması. Türk milli takımının son oynadığı Romanya maçını izledin mi? Türk milli takımı ile ilgili gözlemlerin neler? Sana göre güçlü yanları neler ya da zayıf yanları? Ndeshjen e nesërme çfarë mendoni? Çka janë pjesët pozitive, pjesa më e fuqishme e reprezentacionit të Turqisë? Pata rastin me pa ndeshjen pjesën e parë edhe pse Romania ka luajtur domethënë shumë në mbrojtje në fazën shumë defensive, Turqia e pa që ka kriju 2 raste, po edhe ka pësu 2 raste. Kështu që për kualitet nuk flitet, kanë kualitet shumë të lartë, kanë individ shumë të lartë, po na shpresojna, si që është edhe më shpresojna në lojën ekipore, besoj që këto e kemi më të fuqisëm se Turkia. Tabii ki ben şansım vardı ki Romanya maçının ilk devresini seyrettim. O maçta 2 tane Türkiye'nin 2 tane pozisyonu vardı. Aynı Romanya'nın da pozisyonu. Romanya biraz fazla defans oynattı. Belli ki Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var. Pyetje për Vedatin, kolla shënuar si larg më i miri në kombëtarën e Kosovës, po 5 ndeshjet e fundit nuk e bëu gola prej duelit me Suedin. A është që je rujt për këtë ndeshjen finale, apo është momenti i dur tani mu rikthyet e goli pas 5 ndeshje? Mos kisha pas qef me thon po, jam rujt, po jo, fakt kemi vite që jena këtu në për konferenca, në për lojna, gjithmonë kom thonë jetën, nuk po më intereson me shënu gola derisa fiton ekipi. Jena tu fol për kombëtare, për shtetin, kështu që masi kam 4 loj the apo? 5 loj, pa shënu 5 loj gol, po që ku është kombëtarja, kemi arritur finalin, kështu që nuk po më intereson as pak, shpresoj që edhe nesër mos shënoj, po ne të fitojnë a lojën. A ka dikush pyetje tjetër për Vedatin, që ta lirojmë pastaj? Leonita Bajrami, Top Channel. Për juve në aspektin personal, çka do thot kualifikimi në kampionatin botror, tu e pas parasysh që është hera e parë e Kosovës, edhe në një histori prej një dekade kogja e shkurt? Po besoj jo veç për mu, po për gjithë shtetin. Kjo me një intervjist tjetër thash që besoj që pas pavarësisë mund tjetë lumturia më e madhe e shtetit tonë.
kështu që dëshira jon, forca jon është maksimale për ta arritur këto. S'du me fut presion as bashkëkryetarët e mi, po as vetëm, po nesër besoj fuqishëm në fitore, nëse bashkohemi me tifosët tonë, me gjithë ju që jeni këtu, edhe shpresoj të arrijmë suksesin edhe pastaj të festojmë bashkë në shesh. Lore Gashanica nga Gazeta Blec, interesimi për ta shikuar ndeshjen ndaj Turqisë nga tifozët ka qenë enorm, ndoshta më i madh prej historisë futbollit në Kosovë. Cili është mesazhi juaj për tifozët që do të jenë pranishëm nesër? Unë një mesazh si gjithmonë do të them që duhet të përkrahen 90 minuta pa u nal, se ka mundësi që shkon edhe në vazhdime, po një përkrahje, një shtyrje për neve, tu e ditë kualitetin e rivalit, kështu që neve na nevojitet posa saj që thash më herët lojë ekipore, po na nevojitet edhe përkrahje, një shtyrje ekstra nga tifosët tonë. Nesër 90 minuta pa u nal, me na përkrah edhe së bashku mund ta bëjmë ëndrrën realitet. Për shkak të kohës, po e shihni sa gazetari në sallë, nëse i përkthejmë secilin 2 herë, hupim 2-3 minuta me një pyetje. Edhe s'mina me pas shumë pyetje, kemi stërvitjen ora 11. Çok zamanımız yok. Onun için 2-3 dakika kaybediyor. Şimdi saat 11'de antrenmanımız var. Onun için acele etmek gerekiyor. Can you please speak one by one? When you speak all of you together, we don't hear anything. Po thotë në Turqi po shkon që tash live edhe po kanë qef mbi ditë. Jemi të hub kot. Nëse doni me vazhdu me pyetje dhe me konferencë, vazhdojmë me pyetje dhe me konferencë. Okay, a ka dikush pyetje për selektorin, për trajnerin? Is there questions for the coach? Me që